Komisioni për Europën dhe Punët e Jashtme shqyrtoi në mbledhje 21 nëntor projektligjin e propozuar nga dy deputetët e maxhorancës Bora Muzhaqi dhe Tauland Balla për disa shtesa dhe ndryshime të ligjit nr. 15 datë 5/3/2015 për rolin e kuvendit në procesin e integrimit të Republikës së Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Nga një gjithë mbledhja që qarkulloi në media ishte një video disa sekondëshe prerë dhe servitur si lajm për deputeten e PS Sara Mila, e cila sipas tyre miratonte projektligje që as nuk i kishte lexuar, por si qëndron e vërteta. Deputetja Mila si relatore e maxhorancës gjatë fjalës së saj në mbledhjen e komisionit paraqiti propozimet për ndryshimet në ligjin aktual për rolin e kuvendit në procesin e integrimit të Republikës së Shqipërisë në Bashkimin Evropian i ndryshuar, propozime këto të koordinuara nga puna e përbashkët me sekretariatin e komisionit. Dua t'u lexoj me radhë, është praktikisht çfarë sekretariati teknik e komisionit dhe shërbimet e parafrimit kemi punuar bashkë për këto sugjerime, ndaj kam nderin t'i propozoj këto si amendamente, tha deputetja Mila, e cila vijoi me vlerësimin e projektligjit si një nisë që vjen si nevojë dhe të përdrejtë për të reflektuar metodologjinë e re të zgjerimit të BE-s me aktualitetin politik të negociatave të antarësimit. Diskutimi plot për projektligjin në fjalë dhe amendamentet propozuar nga deputetja Mila gjende në regjistrimin video në faqen zyrtare të Kuvendit të Shqipërisë. Kjo është ndër rastet e shumta se si rrjeti në emër të viralitetit dhe ushqimit të një narrative të caktuar mbetet shumë larg të së vërtetës.